Kërkohet përgjegjësi për helmimin në Gostivar, policia arrestoi drejtoreshën e ndërmarrjes komunales dhe 2 bashkëpunëtorët e saj. Kryeministri Mickoski deklaroi se për Gostivarin të gjithë duhet të japin llogari për fshirë kryetarin e komunës. Valmon Limani ka pezulluar drejtuesin e ndërmarrjes komunales. Humbin jetën 3 shtetas të Kosovës në afërsi të pikës kufitare në Blac, përfunduan në rrugë pa krye. Deputetët e partive opozitare akuzojnë shumicën parlamentare se po e shkelin rregulloren e kuvendit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Policia arrestoi drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunales në Gostivar, Artan Hasani dhe 2 bashkëpunëtorët e saj. Ky hap vjen pasi më herët MPB njoftoi se ndërmarrja publike vodovod në bashkëpunim me komunën e Gostivarit instaloi 3 pompa në shtratin e shkarkimit të ujrave të zeza, përmes të cilave uji furnizohej direkt në tubacionin kryesor që furnizon qytetin me ujë të pishëm. Drejtoresha Hasani i holli poshtë këto akuza. Dyshime që uji i sjellësit në Gostivar ka qenë ndodhur, për çka mijëra qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore në ndyshimin se janë helmuar, policia arrestoi drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunales në Gostivar, Artana Hasani dhe 2 bashkëpunëtorët e saj, drejtorin teknik Leon Nuredini dhe përgjegjësin e ujësjellësit Vadetin Dervishi. Zyrtarët policorë në koordinim me prokurorinë themelore publike Gostivar kanë privuar nga liria 3 persona në lidhje me dyshimin e bazuar për ndojtjen e ujit në ujësjellësin e Gostivarit. Janë privuar nga liria AA nga fshati Zdujnë, ushtrues detyre drejtor në ndërmarrjen publike komunale së Gostivar, VD nga fshati Forin, shef i sektorit të ujësjellësit dhe kanalizimeve, dhe LN nga fshati Vrutok, drejtor teknik i ndërmarrjes publike komunale së Gostivar. Institucionet kompetente theksojnë se ata vazhdojnë të ndërmarrin veprime për sigurimin e provave në procedurën e parahetimore. Ky veprim i pason asaj që të premten MPB njoftoi se ndërmarrja publike në bashkëpunim me komunën e Gostivarit instaloi 3 pompa në shtratin e shkarkimit të ujrave të zeza, përmes të cilave uji furnizohej direkt në tubacionin kryesor që furnizon qytetin me ujë të pishëm. Drejtoresha e ndërmarrjes publike komunales Gostivar, Artana Hasani, më pas i hodhi poshtë akuzat e Ministrisë së Brendshme për shkaqet e epidemisë, duke thënë se pompat u instaluan vetëm për një stimulim të shkurtër më 25 qershor, punuan për disa orë dhe uji më pas është lëshuar në Vardar dhe nuk ka hyrë në sistemin e furnizimit me ujë. Autoritetet nuk kanë publikuar ende rezultatet e analizave për helmimin që ndodhi në Gostivar. Maria Andonovska, drejtoreshe e Institutit të Shëndetit Publik, rezultatet do t'i dorëzohen vetëm prokurorisë publike. Ajo deklaroi se me të gjitha provat e grumbulluara do të nxjerrin përgjegjësit e ngjarjes. Analizat e ujit në Gostivar janë të gatshme, por jo edhe të qasshme për opinionin. Autoritetet shëndetësore dhe kompetente thirrën konferencë për të treguar se sa i suksesshëm ka qenë aksioni i tyre në ndërmarrjen e masave në Gostivar, por nuk dhanë asnjë informacion për shkakun e sëmurjes së qytetarëve, edhe pse rezultatet i kanë në duar. Kjo sepse kanë dhënë urdhër nga prokuroria që rezultatet të ju dorëzohen atyre dhe në asnjë mënyrë të mos publikohen pa lejen e tyre. Nga Instituti i Shëndetit Publik dëgjuam shprehjen e famshme: në interes të hetimit, rezultatet do jepen vetëm prokurorisë. Më potencohet vazhdimisht, rezultatet të ju dorëzohen vetëm prokurorisë publike. Ne si institut kemi bërë gjithçka në kohë rekord dhe tani presim që ato rezultate me të gjitha provat e grumbulluara do të na çojnë deri te përgjegjësia e atij që duhet. Kërkoj të më kuptoni, sepse më kërkohet vazhdimisht që në interes të hetimit, rezultatet tani duhet të ju dorëzohen vetëm prokurorisë. Ministri i Shëndetësisë komentoi shkrimet nëpër media se epidemia në Gostivar është fshehur për disa ditë. Ai mohoi këtë gjë dhe foli për kronologjinë e ngjarjes, duke njoftuar se në Gostivar janë 3100 kontakte shëndetësore.
Momentalisht, deri tani kemi 3100 kontakte shëndetësore, që do të thotë në shtëpinë e shëndetit publik Gostivar dhe në spitalin e përgjithshëm në Gostivar. Këtu përfshihen lajmërime telefonike, intervenime në ndihmën e shpejtë, pranim dhe kontrollet të qytetarëve në të dyja institucionet shëndetësore. Ditën e djeshme kishim gjithsej 564 pacient, prej të cilëve në spitalin e përgjithshëm 289, kurse në spitalin tjetër 275. Pasi qeveria ka nisur sot me shpërndarjen e ujit të pishëm në Gostivar, i cili aksion po realizohet nga e shërbimi qeveritar për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, drejtori Tomovski u pyet nëse 50.000 ton ujë në ditë janë të nevojshme për nevojat e qytetarëve. Sot startojmë me 50.000 litra ujë, varësisht nga nevoja. Gjatë ditëve në vijim, nëse ka nevojë, sasia do të rritet, po nuk përjashtohet mundësia që nëse paraqitet nevoja do të sigurohen edhe cisterna me ujë, popullata të mos shqetësohen, gjithçka që është nevojshme, ne si qeveri do të ndërmarrim. Rastet e para publike të helmimit të qytetarëve në Gostivar u publikuan në media të njëjtën. Arsyeja kryesore ende mbetet e pathënë zyrtarisht, mirëpo Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndaluar pirjen e ujit nga ujësiellsi në Gostivar. Kryeministri Hristijan Mickoski kërkoi përgjegjësi për situatën në Gostivar, duke theksuar se të gjithë ata që kanë pasur detyrime institucionale duhet të japin llogari, duke nisur nga kryetari i komunës. Nga partia opozitare LSDM akuzojnë se institucionet që në fazat e hershme kanë pasur informacione dhe dyshime të qarta për pasigurinë e ujit, si dhe për rritjen e pazakontë të numrit të pacientëve. Pas gjendjes alarmante të krijuar në Gostivar, ku është shpallur epidemi, kanë reaguar krerët e shtetit dhe partitë politike. Kryeministri Hristijan Mickoski kërkoi përgjegjësi për situatën, duke theksuar se të gjithë ata që kanë pasur detyrime institucionale duhet të japin llogari, duke nisur nga kryetari i komunës. Sipas tij, përgjegjësia morale nuk mund të shmanget në një situatë të tillë. Ai shtoi se nga sot, ndërmarrja publike ujësiellsi në Gostivar duhet të nisë procesin e pastrimit të sistemit dhe dezinfektimit. Përgjegjësi morale, absolutisht atje të gjithë, nga i pari deri te i fundit, duhet të mbajnë përgjegjësi, përveç asaj që supozoj se prokuroria do të merret me një lloj tjetër përgjegjësie, pres që nga kryetari i komunës e te poshtë të gjithë të mbajnë një përgjegjësi të caktuar morale. Ndërkaq, nga partia Vlen, që janë pjesë e qeverisë, njoftojnë se po ndjekin me shqetësim gjendjen në Gostivar, duke theksuar se shëndeti dhe siguria e qytetarëve të Gostivarit janë prioritet absolut. Ne nuk kemi qëndruar duar kryq. Përmes institucioneve shtetërore, qytetarëve të Gostivarit po u sigurojnë çdo ditë 50.000 litra ujë të pishëm falas, i cili do të shpërndahet në disa pika të qytetit për aq kohë sa do të jenë në fuqi masat dhe rekomandimet. Ndërkohë, nga partia opozitare LSDM akuzojnë se institucionet që në fazat e hershme kanë pasur informacione dhe dyshime të qarta për pasigurinë e ujit, si dhe për rritjen e pazakontë të numrit të pacientëve. Nuk mund të dëgjojmë deklarata boshe të tipit, shumë shpejt do të dalim me informacion, për disa ditë gjithçka do të dihet. Një pjesë do t'i mësoni së shpejti dhe më pas të shtiremi të habitur se si ka mundur të ndodh kjo. Qytetarët e Gostivarit meritojnë përgjigje, pse u prit kaq gjatë dhe kush do të mbajë përgjegjësi për faktin që sinjalet paralajmëruese nuk u njohën dhe nuk u trajtuan me kohë. Nga LSDM kërkuan përgjegjësi të menjëhershme politike dhe institucionale për rastin në Gostivar, duke theksuar se qytetarët meritojnë të dinë të vërtetën dhe se askush nuk duhet të mbetet pa u përballur me përgjegjësinë për këtë krizë shëndetësore. Ndërsa kreu i qeverisë se përmendi edhe rastin e mbajtjes përgjegjësisë për ngjarjen, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani deklaroi se drejtuesit e ndërmarrjes publike komunale janë pezulluar nga detyra deri në zbardhjen e plotë të rastit. Limani njoftoi se pas publikimit të rezultateve të analizave do të nisë dezinfektimi, pastrimi dhe kontrolli i rrjetit të ujësiellsit. Kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, i ka bërë të ditur disa nga masat që komuna e Gostivarit pritet t'i zbatoj. Limani ka theksuar se shtabi i krizës është aktivizuar dhe do të ketë një numër telefoni, ku qytetarët mund të drejtohen për ndihmë dhe furnizim me ujë të pishëm.
I pyetur për marrjen e përgjegjësisë për situatën e krijuar, kryetari Limani tha se nuk ndjen përgjegjësi morale dhe se simas ka pezulluar drejtoreshën e NP Komunalec dhe një pjesë të udhëheqësisë përgjegjëse për ujësjellsin. Po, është biseduar me drejtoreshën, të gjitha ato të cilat kanë rol në ndërmarrjen publike, për momentin nuk i kryejnë detyrat e tyre, sot do të dalin edhe rezultatet përfundimtare. Kështu që me këtë nuk du as të fajsohet dikush pa patur faj, por gjithsesi t'i japim rrugë që ky problem të gjene epilog. Limani njoftoi se pas publikimit të rezultateve të analizave do të nis dezinfektimi, pastrimi dhe kontrolli i rrjetit të ujësjellësit për të siguruar sa më shpejt ujë të sigurt për qytetarët. Ai deklaroi se problemet me ujësjellësin e qytetit kanë një histori shumë vjeçare, por sipas tij kanë të bëjnë me mungesën e ujit. Ai deklaroi se një nga prioritetet që ka ndërmarrë pas marrjes së detyrës është ndërtimi i një linje të re të ujësjellësit, për të cilën po punohet. 3 shtetas të Kosovës kanë humbur jetën brëm gjatë një aksidenti fatal që ndodhi brëm në afërsi të pikës kufitare të Bllacës. Raportohet se aksidenti ka ndodhur në pjesën 2 km të autostradës, e cila përfundon në rrugë pa krye dhe pas sinjalizimet të duhura. Ndërkohë, ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Qehaja, ka njoftuar se ambasada është angazhuar për kthimin në Kosovë të trupave të pajetë të 3 personave. Ky është segmenti rrugor ku autostrada përfundon pa asnjë sinjalizim paralajmërues. Drejtuesit e automjeteve të cilët nuk e njohin këtë rrugë mund të vazhdojnë lëvizjen duke menduar se autostrada vazhdon, por në fakt ajo përfundon papritur. Pikërisht, mungesa e tabelave informuese dhe e sinjalizimit të duhur dyshohet se ka çuar në aksidentin tragjik të 3 shtetasve të Kosovës. 3 jetë u shuan tragjikisht në rrugën nga aeroporti i Shkupit drejt Kosovës. 3 shtetas të Kosovës, të cilët ishin raportuar të zhdukur pasi humbën kontaktet me familjarët, u gjetën pa shenja jete brenda një veture të përmbysur në aksin rrugor nga pika kufitare Bllac drejt Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se më 19 korrik 2026 në ora 22:35 në Shkup është raportuar se është gjetur e përmbysur një veturë tipit Mercedes me targa gjermane. Menjëherë në vendin e ngjarjes janë dërguar zyrtar policor, të cilët kanë konstatuar se në automjet ndodheshin 3 persona të pajetë, një mashkull dhe 2 femra. Vdekjen e tyre ka konstatuar mjeku i ndihmës së shpejtë. Paraprakisht, në ora 13:40 në stacionin policor Bit Pazar, një shtetas i Kosovës kishte raportuar se 3 persona ishin zhdukur, ndërsa kontaktin e fundit me ta e kishte pasur më 18 korrik 2026, rreth orës 22:15, kur ata ndodheshin në aeroportin e Shkupit. Sipas informacioneve të publikuara nga familjarët, viktimat janë identifikuar si Ejup Ternava, Cenet Ternava dhe Fatmire Shabani, të gjithë shtetas të Kosovës. Ata ishin raportuar të zhdukur pasi kontakti i fundit me familjen ishte rreth orës 22 të mbrëmjes së kaluar, menjëherë pasi ishin nisur nga aeroporti i Shkupit në drejtim të Kosovës me një veturë Mercedes GLC me ngjyrë blu dhe targa MRDT 2025. Sipas informacioneve paraprake, 2 prej tyre ishin marrë nga aeroporti, ndërsa aksidenti ka ndodhur në rrugën drejt pikës kufitare Bllac para se të kalonin kufirin me Kosovën. Ndërkaq, ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Qehaja, ka njoftuar se ambasada është angazhuar për kthimin në Kosovë të trupave të pajetë të 3 personave që humbën jetën në aksidentin e rënd pranë pikëkalimit kufitar Hani Elezit Bllac. Po ashtu, edhe zëvendas ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Iseni, ka shprehur ngushëllimet e tij për humbjen tragjike të 3 shtetasve të Kosovës. Lidhja Automoto e Maqedonisë ka njoftuar se në vendkalimet kufitare Bogorodica dhe Dojran është regjistruar frekuencë e shtuar e automjeteve. Koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 40 minuta. Edhe në vendkalimin Tabanoc, koha e pritjes për hyrje në vend është rreth 40 minuta. Në vendkalimet e tjera kufitare në anën e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi. Lidhja njoftoi se në anën greke të vendkalimeve koha e pritjes ndryshon vazhdimisht dhe zakonisht është më e gjatë.
Deputetët opozitar po ngrisin zërin për shkelje të vazhdueshme të rregullorës së kuvendit. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli tha se mënyra se si po procedohen ligjet për arsimin e lartë është vazhdimsi e përpjekjes së javës së kaluar për ta proceduar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në kundërshtim me procedurat parlamentare. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli akuzoi shumicën parlamentare për shkelje të vazhdueshme të rregullorës së kuvendit, duke thënë se mënyra se si po procedon ligjet për arsimin e lartë është vazhdimsi e përpjekjes së javës së kaluar për të proceduar ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në kundërshtim me procedurat parlamentare. Ky është një model i rrezikshëm i veprimit. Javën e kaluar u tentua të anashkalohej procedura për një ligj me rëndësi kushtetuese. Sot po shohim të njëjtën qasje edhe ndaj ligjeve për arsimin e lartë. Kur një praktik përsëritet, ajo nuk është më përjashtim, por rrezikon të zhndërrohet në standard. Pikërisht këtë standard po kundërshtojmë. Sipas Pashollit, përgjegjësia mbie mbi shumicën parlamentare dhe mbi kryetarin e kuvendit, i cili, siç tha ajo, ka detyrimin të garantojë respektimin e rregullorës. Deputetja theksoi gjithashtu se projekt ligjet u tërhoqën dhe u ridorëzuan pa asnjë ndryshim në përmbajtje, duke ngritur dyshime për arsyeën e këtij veprimi. Faktet janë të qarta. Propozim ligjet u ridorëzuan dhe vetëm pak minuta më pas u caktua mbledhja e komisionit për arsim. Deputetëve ju dorëzuan materialet, ndërsa komisioni u thirr vetëm 14 minuta pas njoftimit. Kjo bie ndesh drejt për së drejti me nenin 126 të rregullorës së kuvendit, sipas të cilit materialet dhe ftesa për mbledhjen e komisionit dorëzohen si rregull 5 ditë përpara. Vetëm në raste urgjente ky afat mund të shkurtohet dhe urgjenca duhet të arsyetohet me shkrim. Deputetja e BDI-së paralajmëroi se normalizimi i shkeljeve procedurale rrezikon funksionimin e kuvendit dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Ajo shtoi se BDI nuk kërkon asgjë më shumë se sa respektimin e procedurave parlamentare. Edhe deputeti nga radhët e lidhjes shqiptare Helmi Aziri deklaroi se kuvendi po e shkel rregullorën duke tentuar që në mënyrë klandestine të kaloj ligjin për arsim të lartë. Ai sqaroi se ky funksionim është duke ndodhur në kundërshtim me shumë nene të rregullorës së kuvendit, nenin 74, nenin 126 dhe nenin 115. Përmendim ditën e premte për shkak se i paraprit ditës së sotme, është tërheq, është thirr komisioni, është suspendu puna e komisionit, prapë është thirr seanca, është tërheq ligji, prapë është fut ligji, domethënë është një tendencë krijimit të një haosi që mundësisht deputetët të humbin në lavirintet e rregullorës. Ju los që ta ndërprerni seancën, ta respektoni rregulloren, të respektoni deputetët, të kemi kohë për të diskutuar, për të analizuar dhe në përputhje me rregulloren ta thirrni seancën e radhës. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nga e mërkura moti pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe me rreshje të herpashershme lokale shiu në disa vende të shoqëruara dhe me bubullima. Ditën e ejtë edhe të premtën moti pritet të jetë me diell dhe me vranësira të pakta. Nesër vendin e pret mot kryesisht me diell dhe temperatura të larta, ndërsa gjatë orëve të pasdites në disa rajone pritet paqëndrueshmëri të motit. Sipas parashikimit të Drejtorisë për punë hidrometeorologjike, priten rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima, ere përforcuar, si dhe kushte për stuhi të izoluara të shoqëruara me breshër. Parashikohet të fryjë erë e dobët deri mesatare, ndërsa në disa vende her pas here e përforcuar nga drejtimi veri perëndimor. Ditën e mërkur, moti pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe rreshje të herpashershme lokale shiu, në disa vende të shoqëruara me bubullima. Do të fryej erë mesatare, ndërsa përgjatë luginës së Vardarit, erë e përforcuar nga drejtimi verior. DPHM njoftoi se ditën e enjte dhe të premten, moti pritet të jetë me diell dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale dhe siç thon ata, do të fryej erë e dobët deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor.
Para se të emrohej ministre në qeverinë e Serbisë në vitin 2025, Snežana Paunović merrte pak si deputete, por edhe si drejtoresh e institucionit farmaceutik të PES në Kosovë. Paunović nxiti reagime të ashpra në rajon dhe në Bashkimin Evropian pasi deklaroi se po të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte spastruar etnikisht Kosovën. Më pas, ajo pretendoi se deklarata e saj ishte nxjerrje jashtë kontekstit, por shtoi se qëndron pas çdo fjale të thënë. Autoritetet e Kosovës e shpallën atë person të padëshirueshëm, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić tha se deklarata e saj nuk pasqyron qëndrimin e autoriteteve në Beograd. SBA-ja ka njoftuar se kanë sulmuar Iranin për të nëntën natë radhazi me synimin për t'i dobësuar aftësitë e Teheranit për të goditur anijet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se sulmet u kryen në nderim të amerikanëve të vrarë gjatë operacioneve të ditëve të fundit. Edhe sonte i goditëm shumë rënd dhe këtë e bëm në nderim të megjas të 3 patriotëve të mëdhenj, u tha Trump gazetarëve. Ai tha se i vjen shumë keq për ushtarët amerikanë që humbën jetën duke shtuar se ata ranë duke luftuar që Irani të mos ketë armë bërthamore. Teherani njoftoi se ka marrë propozime nga ndërmjetësit që synojnë uljen e tensioneve dhe po i shqyrton ato. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme tha se trupi diplomatik i Iranit vazhdon të kryejë përgjegjësitë e tij së bashku me forcat e armatosura të vendit. Halil Al-Haja është zgjedhur në krye të byros politike të Hamasit, duke pasur Yahya Sinvar, i cili u vra në Gaza gjatë një përplasje me armë me ushtrinë izraelite në tetor të vitit 2024. Al-Haja forcoi pozitën e tij pas vrasjes së udhëheqësve të lartë të Hamasit Ismail Hani në Teheran, Sinvar në Gaza dhe komandantit ushtarak Mohamed Deif vitin e kaluar. I lindur në rripin e Gazës në vitin 1960, Al-Haja ka qenë pjesë e Hamasit që nga themelimi i tij në vitin 1987. Al-Haja kishte kundër kandidat Khaled Mashal, i cili ka shërbyer më herët si kryetari i byros politike të Organizatës së Rezistencës Palestineze. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.